Po, e ceke Raldin që unë përgjatë gati 6 viteve të fundit kanë qenë pjesë e shoqërisë civile, ku kam qenë i angazhuar kryesisht në mbulimin e fushës politikës jashtme, dhe gjatë kësaj periudhe unë kam qenë vazhdimisht në kontakt për shkak të projekteve cilat i kem menaxhuar edhe me qytetarë të Kosovës anë kënd këtij vendi. Edhe në biseda cilat i kam pasur në mënyrë formale, jo formale me ata, e kam arritur të kuptoj një gjë. Qytetarët e këtij vendi nuk janë të kënaqur me drejtimin që ka marrë ky vend, nuk janë të kënaqur me qeverisjen e vetëvendosjes, por nuk shohin alternativë tek opozita. Kur tani më AKR-ja vetëm se ndodhet në pikën më të ulët historike të saj, më ofrua kjo mundësi. Pavarësisht se është një sfidë e jashtëzakonshme, unë kam vendosur që të angazhohem me qëllimin që të ofroj një alternativë për qytetarët cilët nuk e gjejnë as tek vetëvendosja e as tek partitë e opozitës. AKR, qysh edhe ceke, tash po i bën 20 vite si subjekt politik në Kosovë. Në zgjedhjet e para ka qenë partia e tretë më e madhe në Kosovë. Aktualisht nuk është pjesë e institucioneve të vendit, por AKR është një parti me orientim liberal, një parti e cila është antare e liberalëve të Europës, një parti e cila ka një background të mirë dhe është e pozicionuar mirë për të bashkëpunuar me gjitha palët dhe për të ofruar zgjidhje. Në këtë kontekst, unë kam vendosur që aktivitetin tim politik ta nis, në fakt, me AKR-ën. Para se t'i bashkohem shoqërisë civile, unë kam qenë i angazhuar në kapacitet profesional në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pra, kjo është hera e parë që unë angazhohem politikisht diku. Dhe AKR-ja ndoshta për shkak nevojës për një alternativë të re, ka qenë arsyeja pse zgjodha pikërisht këtë. Mirë, apo do shkoni vetë? Po është sfiduese për shkak se ju vetëm e potencuat, kjo është dita ime e dytë në krye të AKR-s, dhe normalisht unë akoma kam shumë punë për t'i kuptuar gjendjen teren, për të kuptuar se si janë strukturat e AKR-s, cili është brumi me cilin mund të punojmë, për shkak se unë vi nga jashtë radhëve të AKR-s, vi nga jashtë radhëve të politikës, vi nga shoqëria civile dhe rrjedhimisht më nevojitet pak kohë për të kuptuar situatën në teren në forumet dhe strukturat e AKR-s. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme të thuhet është se ne si parti, si subjekt politik, jemi të interesuar që të shohim një zhbllokad sa i përket zgjedhjes së figurës së presidentit të Republikës, i cili sipas kushtetutës duhet jetë një figurë e unitetit popullit, dhe ne jo domosdo jemi për të shkuar në zgjedhje. Megjithatë, nëse vinë zgjedhjet, ne do të i mbledhim gjitha strukturat, do të shohim se si qëndrojmë dhe do të marrim vendimin nëse do të futemi vetëm apo do të futemi në bashkëpunim me ndonjë subjekt tjetër politik. Tha që është vetëm dita e dytë, natyrisht nuk keni qenë pjesë e strukturat të AKR-s, po cili mund të jetë votuesi potenciali i AKR-s. Pra, megjithatë, ju keni marrë drejtimin e një partie që kishte një ngritje shumë të lartë, pastaj ra shumë dhe edhe nuk ka një reputacion aq të mirë, kështu të përgjithshëm. Ju tash si kryetar i ri, kë synoni, kush është votuesi juaj dhe kush doni që të jetë votuesi juaj? Po, normalisht ne do të punojmë me të rinjt, ne do të ofrojmë një alternativë sa i përket mënyrës se si duhet të ecë Kosova tutje. Ne synojmë që në programin tonë të kemi një program modern sa i përket zhvillimit ekonomik, aty edhe është fuqia AKR-s. Prap do të jeni tek fokusin e ekonomi. Absolutisht, aty është fuqia e AKR-s. Do të fokusohemi tek krijimi i Kosovës ose bërja e Kosovës një shtet i cili bëhet lider në ofrimin e shërbimeve në teknologji, në inovacion.